një njeri, një burr musliman, i cili i frekuenton vazhdimisht xhamit dhe e ka marrë xhamin si vendin e tij të qëndrimit të herpashershëm, pra vazhdimisht është i lidhur me xhamin, Allahu gëzohet me këtë njeri. Gëzohet, e nderon dhe mëshiron. Ashtu sikur se gëzohet familja e atij personit udhëtar i cili kthehet pas një udhëtimi tek familja e tij apo tek shtëpia e tij. Po kështu melajket bëjnë dua për besimtarin dhe besimtaren që shkon në xhami, duke thënë Allahut që mëshiroj atë dhe falë atë, falë gjunahet. Thot i dashurin sallallahu alaihi wasallam, melajket dërgojnë salavate për atë që ndodhet në vendin ku është falur dhe pret namazin tjetër duke thënë o Allah falë atë, o Allah mëshiroj atë. Dhe në Kur'anin Kerim Zoti i thot, ai pra Allahu i lartësuar është ai i cili së bashku me melajket e tij dërgojnë salavate për t'ju nxjerrë juve nga errësirat në dritë. Dhe salati Allahu Azza wa Jall është lavdërimi që i bën robit të vet tek grupi i lartë i melajkeve. Ndërsa salati i melajkeve është duaja që melajket bëjnë për besimtarin, besimtaren për ta falur Allahu dhe mëshiruar atë.